Të drejt për drejt, miqtë dashur, do përpiqemi të shohim të gjitha këndvështrimet asaj thagme që ka ndodhur ditën e djeshme nga kuvendi te protesta dhe në fund edhe ndërkombëtarët. Panelin e kemi shumë simpatik në këtë mëngjes. Dit Haxhi rikthehet në studio. Haxhi, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit ju që erdhët. Ndërkohë nuk mund të mungonte në një ditë si kjo njeriu që ka paralajmëruar më shumë sjellje të europianëve se sa Gens Burimi, ose siç i themi ne Burimi ynë në Paris. Burimi, mirëmëngjes. La Fontaine thuhet shpërngjisht. Dhe që e me ne, gjithashtu na duhet edhe një këndvështrim ligjor. Redi Rama është me ne, mbi të gjitha edhe për aspektin fonetik të emrit, që është pjesa ime preferuar e ngacmimit ndaj tij. Zoti Rama, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Tani do doja ta filloja në fakt nga Burimi, për arsyeën e distancës, me që është më larg nga të gjithë. Burimi, e para njerë personalisht dua ta di si e përcolle atë votim me 82 vota. A ishe edhe ti tek ata njerëz që mendonin se nuk mund shkonte çmenduria deri në fund? Jo, isha nga ata njerëz që mendoja se në këtë çast, kështu që do doja të dija nga regjia nëse është një problem i imi apo i Burimit. Japim pak sekonda. Genci, më dëgjon? Më dëgjon. Ju dëgjoj shumë mirë, po. Më dëgjoni? Nuk do e fillojmë dot nga Burimi me sa kuptoj për efekte teknike. Haxhi, e njëjta pyetje vlen edhe për ju. Thatë s'ka mundësi, nuk do e bëj. Jo, s'është ashtu, jo. Unë mendoja që ai do ta bënte, do shkonte deri në fund. Do të shkojë deri në fund ai. Me këtë kosto? Po kjo nuk është kosto ende. Ai do ketë kosto shumë të rëndë se kaq. Po që do shkoj deri në fund, do të shkoj deri në fund kësaj situate, sepse ai tashmë nuk luan për Belinda Ballukun, ai luan për veten e tij. Dhe dalja e fjalës së tij nga grupi parlamentar para 2 ditësh, e ka botuar një përditshme dje online, tregon qartë që ai është i bindur që Belinda Balluku atë e merr me vete. Dhe ai tashmë po lufton për veten e tij, nuk lufton më për askën tjetër. Dhe e kupton, me sa kuptoj unë, që situata do përkeqësohet edhe më tepër. Unë pres që në ditët në vim Spaku të shpërsoj akuzën, jo vetëm ndaj Belinda Ballukut, po mundet edhe në bashkëpunim me zotin Rama. Dhe Rama e ditë gjithë këtë situatë që i është krijuar, plus edhe reagimin nga europianët në përgjithësi, por edhe mendoj edhe nga amerikanët, pavarësisht që amerikanët nuk janë deklaruar ende. Dhe për këtë arsye ai mundohet që ai do shkoj deri në fund në këtë situatë, por fundi i tij do të jetë shumë dhimbshëm. Dhe ai dhe fundin mund ta parashikoj, sepse ka raste, ai di rastet e mëparshme të autoritarëve të tjerë të cilët kanë pasur një fund të frikshëm kur i kanë shkuar deri në fund. Por ajo çfarë ndodhi dje nuk ishte e papritur, nuk ishte e pazakont. Dhe mendoj që një nga arsyet pse ai e bëri atë dje ishte sepse ai friksohet votës së një grupi brenda grupit parlamentar, që fundit është grupi i tij, e ka krijuar ai vet, por që tashmë i ka kundër dhe nuk janë 2 ose 3, siç dolën dje të cilët nuk shkuan në seancë. Unë mendoj që janë shumë më tepër, por janë ende të fshehur në grupin parlamentar. Jo, ndoshta ata kanë problemet e tyre të brendshme, ndoshta shumë prej tyre mund të ketë edhe çështje të tjera në SPAK dhe prandaj frigohen SPAK-ut, por gjithsesi janë shumë më tepër se sa 2 ose 3. Nuk është thjesht Elisa Spiropali dhe Fatmir Xhafa. Pa ka një fraksion, po që unë mendoj që ka një fraksion që është një fraksion i nxitur nga figura kyçen Partinë Socialiste, jo në rilindje, të cilët janë kundër tij, janë kundër kësaj rrymë dhe e kuptojnë që në momentin që do të ndodhi ajo çfarë do të ndodhi, pra Rama do të merret i pandehur, atëre ata përfundojnë bashkë me të. Dhe ky grup nuk do donte që të përfundonte bashkë me të. Paktën janë disa, mendoj unë, që kanë një lloj pragmatizmi për sa i përket situatës së krijuar. Tani pikpyetja e madhe për çdo shqiptar është edhe sa do zgjasë kjo agoni, sepse agonia për mua është më e vështira dhe kuptohet sa më tepër ai e trash zullumin, aq më tepër njerëzit mendojnë që kur do të ndodhi dhe sa kemi për të përjetuar. Megjithatë, duhet kemi parasysh, Flavio, që kjo është edhe çështje e qytetarëve, ndjeshmërisë qytetarëve ndaj një situate të tillë të krijuar. Normalisht në një vend tjetër demokratik
natyrisht ky s'është vend demokratik, por në një vend perëndimor. Të bijem në paqe me këtë gjë. Jo, në një vend tjetër perëndimor, reagimi do të kishte qenë disa herë më i fortë se reagimi aktual që kanë shqiptarët. Kam përshtypjen se s'ka nevojë, kemi rastin e Koresë së Jugut, bëri një manovër të ngjashme presidenti, brenda 6 orësh u shkarkua, që mori peng parlamentin ai, brenda 3 javë mori dënimin. E kuptoj, po Korea... 3 javë, Korea e Jugut, 3 javë, mbaroi punë. Kemi të bëjmë me Shqipërinë, e cila ndodhet në Europë, kemi të bëjmë me një popull, i cili është popull europian, për nga natyra, për nga kultura dhe gjithçka tjetër, por unë më tepër ja vej faktit që është një popull që është nënshtruar shumë fort nga varfëria dhe izolimi në periudhën e komunizmit dhe nervi i reagimit është ndrytur përfundimisht gjatë asaj periudhe. Dhe njerëzit nuk reagojnë nga frika. Si mund të ndryshoj kjo frikë? Është shumë e vështirë të ndryshosh një popull të dënuar ndër vite, të ndryshosh mënyrën e tij të reagimit psikologjik në radh parë. Dhe për këtë arsye unë shoh që shqiptarët, të cilët ishin edhe të fundit që bën ndryshimet në Evropën lindore në 90-ën, në një moment do të reagojnë, por do të jetë vonë dhe nuk do të ketë vlerë sepse në atë moment Rama do të jetë i përfunduar. Redi Ramaj. Shoh një situatë cila kryeministri është hyrë vetës mazhorancës, cila ai e ka vendosur më herët si garant të drejtësisë dhe normalisht tani për këtë votim u kuptua qartë që kryeministri dhe pushteti ose partia që ai përfaqëson nuk ka lidhje me mbrojtjen e drejtësisë, por është kundër drejtësisë. Është sulm hap në konflikt me drejtësinë. Ne kemi diskutuar më herët që qeveria apo pushtetet përgjithësi nuk kanë interes të mbrojnë drejtësinë apo të ndalin në krah të drejtësisë dhe kuptoj që kjo është një lloj fasade e kryeministrit dhe rasti votimit të zbatuar u kuptoi qartë që lidhet për drejtën e sulmit të drejtësisë dhe mbrojtjen e zyrtarëve të tij, të cilët janë gjithë pothuajse në hetime penale. Kështu që e parë në këtë aspekt duke parë në rastet e tjera të zyrtarëve të Partisë Socialiste, të cilët ju shefur për imuniteti ose ju shpiratur në pjesa përmes e prokurorisë, kemi një ndërtim të ndryshuar 180 gradë dhe një konflikt të hapur që dhe i përmend me herë do të diskutojmë të mendojmë dhe më të cilët janë garant të reformës së drejtësisë. Unë shpresoj që partia posaçme, duke qenë ka mjaft fakte të cilat zhvillohen dhe duhet të çohen në gjykat, të vazhdojmë me hetim i cili është interes të shqiptarëve dhe shtyhet te pavarësisht kërkesës të rrëzuar nga parlamenti për arrestimin e zonës. Dhe çështja të cilët në organet e drejtësisë. Ndërkohë, do doja të dija nëse e kam burimin në këtë çaste, të shohim pak regjin, se s'mund mos ta kalojmë edhe nga ai. I duhet edhe pak kohë. Megjithatë, Harxhi, në ç'po pozit, para se ta ezaurojmë pjesën tjetër, në ç'po pozit e vë Partinë Socialiste kjo para votuesit të vet, elektoratit të vet dhe mbi të gjitha bazës dhe strukturës, se nuk besoj që gjithë Partia Socialiste historia e tyre ka treguar që e kanë me qeft presin kokat e njëri tjetrit. Që unë nuk mendoj që është çështje Partisë Socialiste, mendoj që është çështje e sektit, e rilindjes vetëm. Dhe duhet ndar pak Partia Socialiste nga sekti i rilindjes. Nuk mendoj që të gjithë ata votues të majt, pavarësisht që shumica e votuesve, unë mendoj që një pjesë e madhe e votuesve janë kompromentuar në mënyra të ndryshme, duke përfshirë financiare, duke përfshirë punësime etj. Dhe pavarësisht kësaj, mendoj që njerëzit janë të shokuar nga fakti që kryeministri i vendit mbron në mënyrë fanatike një njeri të korruptuar, e cila ka prodhuar një kaos të madh politik dhe social në vend.
Kështu që mendoj që ka kundërshti dhe prandaj thash që në fillim dhe në grupin parlamentar ai ka kundërshti. Sa i përket votuesit, unë mendoj që këtu nuk flitet më për votues të djathtë ose të majt, sepse vota në Shqipëri ka rënë prej shumë kohësh, prej shumë vitesh tashmë. Në zgjedhjet e fundit ne e pam që nuk ekziston një votë drejt, transparente, natyrisht dhe zgjedhjet barabarta, dhe kjo është provuar katërcipërisht nga të gjitha anët, por... Po, e përdor ama në momente që i intereson, jo po e kanë votuar shqiptarët. Dgjoni, ai... Keni gjuar këto muaj. Po, absolutisht. Dgjoni, narrativa e tij shkon tashmë është një narrativ e smur, rreth parë. Pra, retorika e tij është retorikë e smur, e një njeriu i cili nuk kontrollon dot më veten dhe asnjë fjalë që ai thot. Dhe ai mund të përdorë gjithçka. Është një njeri i cili ka humbur gjithçka, po humbet përfundimisht gjithçka që ai e ka pasur të shenjtë, dhe mendoj që kryesorja me saj është pasuria. Ajo është më e madhja dhe ai e di fundin e tij, kështu që ai detyrohet të përdori çdo lloj retorike për t'i dhënë shqiptarëve të dinë që unë jam këtu, jam më i forti, më i gjithëpushtetshëm, dhe nga fjala që ai ka përdorur përpara grupit parlamentar përpara 2 ditësh, tregon qartë që ai ka një çekuilibër të plot mendor tashmë, jo si më përpara, se më përpara e dinim që ka qenë, por tashmë mendoj që e ka me të vërtet përkurim. Dhe për këtë arsye po, ajo është shumë, situata e tij është rënd. Po ta shihni dje në parlament, ai ishte mjaft rënd vet. Por përsëri ai mundohet të përçojë den që është i plot fuqishëm. A u përpoq dhe a shpresonin që të kishte trazira në kuvend? Dgjoni, un kam shpresuar prej kohësh dhe kam kërkuar prej kohësh që grupi parlamentar i Partisë Demokratike do duhet të kalonte në një fazë tjetër të protestës brenda. Dhe ajo fazë ndoshta do duhet të ishte një ngujim brenda në parlament, por me piketa të qarta. Duhet të ketë piketa të qarta përpara se të bësh një gjë të tillë, se ku do arrish. Sepse nuk ka kthim mbrapa në momentin që bën një akt të tillë. Mendoj që mund të shkohet drejt saj, por gjithsesi unë uroj shumë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të jetë pak më i fuqishëm, më kompakt, sepse aty ka vetëm 3-4 zëra që shoh që gjatë gjithë kohës reagojnë. Do duhet të jetë një zëri si grup parlamentar dhe do duhet patjetër që reagimi i tyre të jetë direkt, i drejt për drejt, i lidhur me Edi Ramën dhe askënd tjetër, dhe të mos shpërndahet në idenë që është më Belinda Ballu. Mos provokohen, të mos shpërndahen në idetë e tyre, sidomos të synojnë që ai çfarë është problemi kryesor sot për sot në Shqipëri nuk është asgjë tjetër përveç se Edi Ramës. Largimi i tij duhet të jetë absolutisht përfundimtar për sa i përket qëndrimeve të grupit parlamentar. Okej, burimi më në fund. Po. Më në fund tash. Thuaj burimi, çfarë pe ditën e djeshme? Çfarë të pëlqeu më shumë nga ajo që përcollën mediat tona? Po, pëlqimi është fjalë e madhe. Shiko, unë do bëj një paralel historik. Në 1912 kishim ata 2 firmatarët që firmosën pavarësinë e Shqipërisë, dhe 2006 kemi këta 82 firmatarë që firmosin vendosjen e një kleptoshteti në Shqipëri. Kjo do bëhet mend, besoj, historikisht më vonë. Prandaj edhe ata 2-3 që nuk morën pjesë në seancë, mbase këtë fakt historik ka patur në kokë dhe që janë praktikur në seancë. Por në këtë kuadër jemi. Pra, dje ishte, si thuash, një ditë, një moment votimi ku slogani ishte fare i thjeshtë në ndërgjegjen e çdo deputeti, je me apo kundra popull shqiptar. Ata që bërë të përzgjedhje dhe votuan për mbrojtjen e Ballukut, nuk e di nëse do vazhdojnë të shikohen gjatë në pasqyrë, por për ta dhe si karrierë politike është e mbaruar sepse elektorati nuk e haron. Unë pas të fjalë mision të gjoja. Kjo mendoni? Ja gjëja që ngelen historinë. Thash për ata 20 firmatarë të pavarësisë Shqipërisë në 12 në Francë, po ashtu mbahen mend ata që votuan atë akt të trupshëm në 40-ën kur Mareshali Pétain i kërkoi parlamentin francez të botonte kapitullimin para Gjermanisë naziste. Janë gjëra historike këto, kështu që
në këtu kuadrë nuk kam patur moment më solen stadie, ku vërtet duhet të primosje pro apo kundra këtyre njerëzve të thjeshtë dhe gjënë gjë në televizor këty, që vuajnë shumë, që paguajnë taksa, që keni besuar pikërisht tek disa për tyre tek alteranca e Partisë Socialiste, se socializmi është diçka domethënë që mendon për popullin e thjeshtë, dhe kur arrin sot në një situatë kur sheh që kjo zonjë, pra zonja Balluku, do vazhdoj të ketë privilegjin të jetoj në luks, dhe ata shqiptar të thjeshtë që guxojnë të ngrihen dhe të kundërshtojnë të padrejtësi përfundojnë në Biruc. Kjo është e vështirë për të përtypur dhe besoj se dje mbi të gjitha kjo mazhorancë e Rama ka humbur betejë më të madhe, që është më shumë se betejë politike, është betejë morale. Edhe nuk ka gjë më të turpshme se kaq. Nuk ka thënë kohën kur ndodhi ajo e Luzim Bashës, po dori tem, edhe ai humbi një betejë morale se bëri trastig në politikë. Do janë gjëra që kur krahasohet me kombujt jo vetëm shqiptar, janë gjëra që ngelen në atë imagjinatën e përbashkët kolektive dhe praktikon një imagjinat popullore kolektive. Kjo pra që ndodhi. Tani çfarë do ndodhi më vonë? Kjo është e gjithë çështja sepse dje pashtu u edhe një mangësi nga opozita në parlament, do të thotë gjëra troç sop. Prisja që të paktën çet dje në parlament mbas votimit, thjesht votimi të bëhesh në mënyrë qetë, se nuk kemi barbar, por civilizuar, por prisja të paktën një reagim të paktën ngjashëm atë para një vitimi të gjysmë, kur në mënyrë simbolike u dogjën karriget jashtë parlamentit. Do prisja që të jepesh dje nga ana gazetareske, të jepesh material agjansave ndërkombëtare që ndodhi një votim dhe ajo pasqyrua shumë gjerë, shumë gjatë, nga shumë agjansa, nga shumë lajme edhe biles nga ambasadat, por bashkë me këtë akt të turpshëm ishte edhe një akt në për agjansa që shqiptarët në parlament protestuan. Edhe vi këtu ke shembull që do t'japin këta deputet sot opozitës, është shumë e rëndësishme Flavio, sepse shoh një dëshirë për radikalizim në opinion. Nuk them se e mbështes, por konstatoj një dëshirë për radikalizim për mos të thënë diçka tjetër. Por sigurisht që një politikan qoftë në opozitë, qoftë në situatë kur sot Shqipëria s'mund bëhet hire të hapur për kryengritje, për revolucion, sepse po ashtu e pam edhe e kemi akoma të freskët në kokë. E kemi të freskët akoma në kokë procesin ndaj Trumpit për në Kapitol. Por, të paktën, kjo opozitë një shembull mund ta japi që ju shqiptar që dilni dhe ngriheni, protestoni me ato molotov që rrezikoni edhe një herë Birucën. Ta në parlament sot, ta të opozitës duhet sot të japë një shembull, nuk e di, duhet të japë bëjnë diçka simbolike dhe ta në radikalizim, sepse fundi ta rrogën do vazhdojnë marrin apo jo, ta në parlament. Këtë mirë e kanë. Çfarë mund të japë ta si shembull që edhe unë sakrifikoj që ti shqiptari thjesht del dhe sakrifikon. Është për grevërie, është për ingujim, është për duhet diçka e re tani, duhet diçka e re, sepse data e djeshme që për mua është datë simbolike u doj. Djes pati asgjë. Do ketë 22 mars, do ketë në vonë sigurisht që e kuptoj logjikën e opozitës që është një logjikë të vjesh një seri të gjatë protestash për t'i treguar dhe Ramës, por edhe kombëtarëve që nuk e qenë dorë, që është më mirë të hyet në një lloj zgjidhje politike përballë se krizë politike, por nga ana tjetër duhet edhe një herë parë që ky mobilizim mos të zhgënjejë, pra un pres me ata shqiptarë të tjerë bashkë një akt shembullor nga parlamentarët ta gjithë ata vetë çfarë mund të jetë. Ramaj, kishte një ndërhyrje? Nuk e dija dëgjoj mirë. Po, dëgjoj shumë mirë. Gjithë situata është paradoksale. Unë u përpoqja edhe më herët që të thosha që e gjithë kjo çështje kuptohet që kryeministri ka shpallur një luftë të hapur dhe të pastër ndaj drejtësisë. Ai ka qenë në konflikt me pushtetin gjyqësor dhe më herët, por vazhdon dhe e elaboron dhe shton këtë lloj lufte, këtë lloj konflikti. Është e turpshme se si një vend i cili ka premisa apo ka interes për të shkuar drejt Bashkimit Evropian, cilët me këtë lloj forme ndaj zyrtarëve të cilët kanë akuza të rënda për korrupsion. Çdo zyrtar duhet përballet me drejtësinë për shkak të postit, mos trajtohet si një
individ i cili ka një imunitet të veçantë, vetëm për faktin sepse është deputet apo ministër, në një kohë, siç thash, ka akuza të rënda ndaj këtyre zyrtarëve dhe përballja vetme e tyre është me pushtetin gjyqësor. Mund të jenë pafajshëm dhe gjykata do ta provojë dhe do ta nxjerrë këtë fakt. Dhe kjo do ishte një fitore për Partinë Socialiste, por në momentin që sot që flasim ka akuza, flasim për shpërdorime qindra miliona euro, kjo lloj sjellje në parlament kur mbrohet me dhunë miku i tyre, shoku i tyre, një pushtetar i rëndësishëm i Partisë Socialiste, atëherë do të thotë që e gjithë kjo çështje e reformës në drejtësi prej vitit 2016 nuk është bërë për zyrtarët, për pushtetarët, është bërë vetëm për qytetarët e thjeshtë, të cilët, siç ju e dini dhe e keni trajtuar, janë dënuar për 30.000 lekë mos pagim faturë dritash, janë dënuar për një ndërtim, për një çati ndërtim pa leje, apo për raste dhe më të rënda dhe janë arrestuar dhe dënuar maksimalisht. Kjo nuk është drejtësi, kjo nuk është politikë që bën Partia Socialiste dhe të gjitha bashkë na çojnë në faktin që jemi përpara një situate paradoksale ku mazhoranca me dhunë, me forcë kartonash, për cilën nuk është mandatuar, meqense po flitej këtu nga qytetarët për të mbrojtur veten e saj, bën pikërisht të kundërtën, pra mbron me anë të politikës, me anë të forcës kartonit, mbron veten e saj nga drejtësia. Tani Ramaj, na duhet pak ekspertiza jote në këtë moment. Çfarë do të thotë për rrugtimin ligjor të Belinda Ballukut dhe çështjes së saj, votimi i dieshëm dhe mbrojtja me imunitet? Votimi i dieshëm do të thotë përkthehet ndryshe në mos dhënien e miratimin nga parlamenti të kërkesës prokurisë posaçme për një mas sigurimi të rënd, që ishte arrest në burg ose arrest në shtëpi. Pra, prokuria posaçme me akuzat e saj që ka, me një çështje tjetër ose me disa çështje tjera, përtej çështjes që e ka marrë të panderur zonën Balluku, mundet tani që të zhvillojë hetimet pa pasur një mas sigurimi të re, të rënd, siç e thash, sepse këtë nuk ja ka dhënë mundësinë parlamenti, të dërgojë çështjen në gjyq dhe të vazhdojë gjykimin apo dhe hetimin pjesërisht nëse nuk e ka mbyllur për zonën Balluku pa pasur një mas sigurimi arrest në shtëpi apo arrest në burg. Prandaj unë e thash që pres që prokuria posaçme ato prova, ato fakte të cilat ne i dim pjesërisht, nuk i dim të gjitha, ti dërgojnë gjykat në mënyrë që zonja Ballukut përballet me drejtësinë atje. Me urgjencë. Tani këtu më vjen pyetje dhe e di që do ndërhy burimi. Burimi, a është momenti, me që përmend edhe çështje xhestesh, simbolesh, mos është momenti që ndonjë nga ato deputetët e opozitës që e ka marrë ato USB-n me 16.000 faqe, ti bjerë pa dashje nga dora dhe të bjerë në dorën e publikut? Jo, nuk është, jo, sepse ka një moment më legal përpara që do të ishte në vazhdimin e asaj që u tha. Jo, Spaku ka fare tani mundësi prap të bëjë një kërkesë, por kësaj herë për korrupsion, se kërkesa e parë, aty kapesh Rama me lloj fjalësh, ose edhe raporteri i PS-s Manja. Kapi me lloj fjalësh që Spak s'ka bërë kërkesë për korrupsion, po për padrejtësinë në tendera. Shumë bukur. Edhe kjo 16 faqe mund të pasurohet prap. Prandaj, Spak të vazhdoj atë procesin ligjor. Shiko, kam frikë të shkohet tani në gjykim sepse shiko, un kam, ne kemi një eksperiencë të hidhur me Tahirin. Mos harroni asaj kohë për Tahirin, Spaku kërkoi 12 burg pas përfundimit të hetimit. Dhe në gjykatë kujtohet sa përfundoi 12 vjeçi? 3. Në 3 vjet, nga cilat sa u bë? Një vit e ca, sepse edhe një herë, ndjesën me këtë domethënë me këtë lloj gjykatash që pastaj mund të hetimet, këto kërkesat e Spakut, prokurorisë përfundojnë se një lëkurë shagrini, thotë përgjithësisht, pra në hiç gjë me pak dënim, jo të shkohet deri në fund hetimit, sa më gjatë, në kushte të barabarta hetimi siç u bë për Berishën, siç u bë për Metën apo edhe për Veliajin. Nuk ka pse të pabarazi në këtë gjë. E pra, dyta që dua të them, kjo është nga ana juridike, po nga ana tjetër duhet të pushoj lufta politike. Dhe është një moment dhe një solem, të duhet kuptojmë, është moment solem, është një moment
që prek ndërgjegjjen e të gjithë shqiptarëve, vetëm në Shqipëri, për ta janë jashtë, për ta janë larguar, pikërisht për t'i bërë për të bërë një ekzil ndaj këtij korrupsioni. Por në këtë moment unë do prisja po ashtu se dje pas një deklaratë të Lapajt. Që më në fund për tani është gati dhe ai për një qeveri tranzitore se dje kërkonte përpara vetes së kushte ndaj PD-s që të bësh. Këtë tha që pika e ndarjes së tij me mënyrën e protestës do të ishte pikërisht votimi për Ballukun. Prandaj po them, duhet që në këtë moment të krijohet një lloj komiteti kombëtar i opozitës së bashkuar për shpëtim kombëtar. Duhet gjetur fjalë të mëdha, fjalë radikale. Komitet i opozitës bashkuar për shpëtim kombëtar. Dhe ky komitet me përfaqësues nga çdo parti opozitës të bashkuar është gjendje e rëndë për vendin. Të shkoj ambasadë në ambasadë, në ato që dje bën deklarata, më pas kërkoj takime të larta në Bruksel, në Strasburg, eksakt si kon Ismail Qemali, kujtohet ato. Tash kam përshtypjen Burimi, duke kërkuar ndjes zonjës Haxhi që e ke bërë këtë në momentin e dur me personin e dur se ai avokati aty, përveç se e kemi ftuar për ekspertizën e tij ligjore, është pjesë e një tryeze shumë simpatike, zoti Rama bashkë me Ermal Asimel, që është tryeza e si quhet sakt Redi? Dialogut. Forumi për dialog politik. Forumi për dialog politik dhe qëllimin e ka sigurisht tek partitë opozitare. Bashkimi opozitës. Çështja është ky moment historik. Si ndikon te forumi dhe te puna që po bëni? Shiko, ideja kryesore është duke parë si është situata në Shqipëri, kryesisht problematikat e pushtetit dhe rrëshqitja që po shkojmë drejt një tiranie të pastër tashmë mbas votimit të dieshëm, nevoja për të pasur disa pikat përbashkëta të gjithë opozitës, që e shprehu dhe me fjalë tjera zoti Burimi, është mendoj imediate, është shumë e domosdoshme dhe kuptohet që partitë të ndryshme opozitare, të cilat janë kundër pushtetit e Edi Ramës, artikulojnë veç e veç qëndrime të ngjashme. Dhe kjo është gjë e mirë, ne kemi gjetur mbështetjen e Partisë Demokratike dhe të shumë partive tjera dhe të faktorëve tjerë të shoqërisë civile, individ me peshë politike në Shqipëri, të cilët artikulojnë një gjë, duan zgjedhje të lira dhe të ndershme, duan një pushtet drejtësie të pavarur i cili bën punën e tij dhe nuk pengohet nga politika, duan një reform territoriale e cila të jetë barabartë e ndershme në mënyrë që të futemi në zgjedhje dhe të ketë mundësi dhe alternativa dhe jo të shkoj çdo ndarje territoriale në favor të pushtetit. Qeveria tranzitore do ishte një zgjidhje sipas modelit të Maqedonisë Veriut, por duke e zhvilluar dhe më tej për të pasur një vit apo një vit e gjysmë apo 2 vjet para zgjedhjeve një qeveri tranzitore e cila do krijonte mundësinë dhe kushtet për zgjedhjet e tjera të ndershme dhe të gjitha këto bashkë, duke marrë dhe element të tjerë të cilët mund i shtoj vetë forumi për dialog politik, i vlen qëndrimit të përbashkës ose të përbashkuar të një opozite e cila do të ndryshoj regjimin, do të heqi këtë qeveri e cila për 13 vite tashmë ka prodhuar situata si kjo e zonjës Balluku, ka prodhuar korrupsion ke qeverisë e tjera. Ne po përpiqemi me disa tryeza dhe me të gjithë faktorët të cilët kanë artikulim opozitar që t'i ulim tryezë, të gjejmë pikat e përbashkëta dhe të kemi mundësinë që të dalim shumë shpejt me disa të qëndrime të unifikuara. Zonja Haxhi, pasi kishte disa reagime fakt. E para, unë mendoj që nuk flasim vetëm për shpërdorim në përgjithësi të pushtetit, as për një korrupsion të thjesht, ne këtu flasim për një makutëri prej disa vitesh, e cila është kthyer në kriminalitet dhe prodhon në të njëjtën kohë kriminalitet. Gjithçka çfarë ndodh në Shqipëri këto vitet e fundit ka vetëm një fjalë që është krim i organizuar, i përgatitur nga qeveria. Pra, është vetë qeveria që orienton krimin në përgjithësi dhe krimi është futja e duarve në xhepat e qytetarëve. Ato që tha zoti Burimi pak përpara, shfaqjen e djeshme se si e përjetojnë shqiptarët e thjesht, ajo po ndodh për ditë.
problemi me mua është pse nuk reagon ky popull në fund fare, sepse natyrisht kërkon reagim mbar popullor, jo thjesht parti opozitare, jo thjesht opozita, jo thjesht Partia Demokratike. Kjo në çdo vend tjetër. Kemi parë Serbin, ka pas reagim popullor për çfarë për rënien e një çatie në Novi Sad. Pra, të gjitha këto dhe ne sot këtu kemi krime të tilla që duke filluar nga ndotja e ajrit tek incineratorët, tek dhjetra e dhjetra zyrtar që kanë përfunduar në spakja, në nëhetim, tek miliarda, unë mendoj që nuk kemi të bëjmë me miliona, këtu kemi të bëjmë me miliarda, me disa buxhete të Shqipërisë që janë vjedhur shqiptarve nga një individ dhe nga enturazhi i tij politik. E para, e dyta mendoj që spaku duhet bëjë një rikualifikim të veprës, të akuzës. Dhe nuk është thjesht çështje korrupsioni, unë mendoj që spaku duhet shkojë te krimi organizuar, tek, grupi organizuar kriminal. Pse? Sepse doli përpara disa javësh në Komisionin e Mandateve dhe tha dhe përmendi 35 vite burg dhe tregoi dhe për kanosjen e dëshmitarëve. Dhe kjo tashmë ka dalë publikisht. Pra spaku do duhet që të rikualifikoj veprën penale. Dhe në këtë rast, unë mendoj që kjo vepër penale nuk shkon vetëm për Belinda Ballukun, por kjo vepër penale shkon për bashkëpunëtorin, apo atë që e ka kryesuar gjithë këtë proces, që është kryeministri i vendit dhe Edi Rama. Në rastin aktual. Pra, unë shoh Edi Ramën të pandehur në rastin aktual. Si fillim për këtë vepër, për një vepër penale grup i organizuar, i strukturuar kriminal, në bashkëpunim, dhe dyta më pas t'i hapen problemet e tjera, siç është Akshi, që është gati, apo dhe shumë të tjera nga incineratorët, tashmë kemi Port Romanon, e cila pavarësisht që u anullua si tender përpara disa ditësh, apo nuk u paraqit oferta përfundimtare, përsëri është një vepër penale, sepse aty ka pasur korrupsion për sa i përket mosbërisë tenderave. Tani, në gjykimin tim, shoh që këtu po ndihmon, ka filluar të ndihmojë shumë ajo që s'ka ndodhur gjithë këto vite dhe bashkësia ndërkombëtare. Dhe duhet flasim në këtë, sepse ka pasur reagime për ndërkombëtarët, duke filluar në fakt nga deklarata e Marta Kosit, po do doja ta ezauronim këtë pjesën e qëndrimeve lokale. Atëre, qëndrimet lokale janë qëndrime lokale që duhet të vinë jo vetëm nga faktori politik, por duhet të vinë nga persona me peshë publike. Me gjithë kredibilitetin që ka forumi për dialog, dhe unë natyrisht i përgëzoj Ermalin, Redin dhe të tjerët, Altinin dhe të tjerët për këtë angazhim dhe ndërmarrje, përsëri unë mendoj që në një forum të tillë do duhet që të jenë zëra me peshë. Jo thjesht parti politike, sepse ne kemi një përvojë këto vite, këto 13 vite, partia në pushtet ka kapur dhe shumë segmente të tjera të shoqërisë shqiptare, duke përfshirë shoqërinë civile. Prandaj ne do duhet që të funksionojmë me individ të cilët janë figura publike dhe që kundërshtojnë dhe që kanë besueshmëri, sepse jo çdo kush ka besueshmëri në publik. Dhe ne sot jetojmë krizën e besueshmërisë, këtë duhet ta kemi parasysh. Edhe për sa i përket faktorit opozitar shpeshherë. Do kisha ardhur unë, po kam punë. Jo, Flavio, jo do kisha ardhur për kishe punë, po duhet ishit aty ju dhe shumë zëra të tjerë publik me peshë në këtë vend. Pikërisht për të dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm që shqiptarët janë aty në momente decizive. Dhe ky front dialogu duhet jetë patjetër një front qytetar. Okej. Burimi, a e shef Ramën të pandehurin në radhës apo ja hodhi tani me këtë? Jo, si është për Editin, ne me Flavin e mi gazetar, ne jemi si mjekët, ne vekurojmë çdo situatë, për që mos kërko mjeku të shkojë në front, sepse pastaj ngrihet një mbrapa për të kuruar njerëzit. Dhe ne gazetarët mos kërkojmë të shkonin në front, sepse humbi edhe ne besueshmërinë. Kjo është thjesht Ka edhe eksperjenca të tilla Gens. Në Amerikë për shembull Tucker Carlson u bashkua lëvizjes MAGA. Unë jam në Evropë, që kam tjera vlera. Po është një debat tjetër. Jo, doja të thoja që nuk e di që zotëria para meje, që është i ftuar është i forumit. Shiko. Forumet të tilla tu në Perëndim është mirë që të bësh gobujtyinin midis partive politike, por unë personalisht do kisha më dëshirë të shikoja më shumë ka lloj elementesh gobujtyin pranë ndërmjetësh, i zotëria që është sot në studio, apo e Malasime që e njoh më mirë, të shkojnë në burim të gjërave. Domethënë të shkojnë më shumë, u tha dhe nga Editi tek shoqëria civile, të shkojnë të organizojnë debate,
në universitete, i shohim shumë në Paris, në Francë, shumë ka debate. Përse juve sot të rinj sot nuk ngrieni? Përse juve sot nuk imitoni rinin serbe, rinin greke, apo edhe rinin franceze? Tu kene jo për politike, por edhe për një rritje moshe pensioni. Në Francë gati doj Parisi. Pra, kjo është sot, ajo që mungon sot, e tha dhe Berisha, është që vërtet që shqiptarët ende nuk po zgjohen kolektivisht, zgjohen individualisht, po kolektivisht nuk ka një ekspresion, një shprehje masive. Dhe mbase duhet shkuar këta. Mbase duhet që foltorët ndodhin në auditore, tek studentët, tek punës, tek buqrit, aty ku janë. Do të doja më shumë ta shikoja Ermalin. Tek ta njerëz se sa duke humbur kohë. Në thonjse për mendimin tim, me shefat e opozitës, sepse ata në një tjetër mënyrë tjetër do të merren vesh bashkë, nuk ka nevojë për shëndërmjetës. Pra dhe një kjo, sot rinia është e munguar. Pastaj mbrapa me siguri ke pyetje edhe për faktorin të kombëtarësh. Yes, jo pyetje. E kam me Marta Kosin një material shumë të shkurtër, ma e pak regjia. Komisionere për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka dërguar një mesazh të fortë për vendet të cilat synojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian, mes tyre edhe Shqipëria. Në një reagim të publikuar në platformën X, ajo thekson se vendet të cilat kërkojnë të bëhen pjesë e Unionit duhet të ndërtojnë demokraci të forta dhe institucione të qëndrueshme. Marta Kos nënvizon se procesi i integrimit kërkon reforma reale dhe të qëndrueshme, duke paralajmëruar se nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt anëtarësimit. Asnjë kalë troje, vendet të cilat do të na minonin nga brenda nuk mund të bëhen shtete anëtare. Duhet të sigurohemi plotësisht për këtë. Vendet që i bashkojnë Bashkimit Evropian duhet të jenë demokraci të forta dhe të qëndrueshme, të afta të rezistojnë ndikimit toksik të Rusisë dhe të aktorëve të tjerë. Natyrisht nuk mund të ketë rrugë të shkurtra në reforma. Qytetarët tanë evropian e presin këtë nga ne, shkruan ajo në mesazhin e saj. Ky mesazh vjen pikërisht në një moment kur vendimi i Kuvendit të Shqipërisë lidhur me çështjen e Belinda Ballukut ka ndezur debate të forta politike për pavarësinë e drejtësisë, si dhe respektimin e ligjit në vendin ton. Në këtë kontekst, deklarata e Marta Kos shihet nga disa si një sinjal për institucionet shqiptare dhe e qeverinë e korruptuar të kryeministrit Edi Rama për të garantuar funksionimin e drejtësisë pa ndërhyrje politike dhe për të thelluar reforma të kërkuara në rrugën drejt integrimit evropian. Kishim zgjedhur vetëm Marta Kosin, me që i kishte deklaratat shumë të ëmbla dikur për kryeministrin dhe kur vjen dhe nga Kosi, imagjino ç'a ndodh me qullin se Sana Djegaj Harxhi, burimi Ramaj. Unë nuk mendoj që është Marta Kos mbas kësaj deklarate. Sigurisht. Mendoj që është Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, i cili ka ndryshuar qëndrim. Janë vendet anëtare si Gjermania, Hollanda, edhe në një vend tjetër, me sa di unë është edhe Danimarka, të cilët kanë ndryshuar qëndrim për sa i përket kritereve. Është debati i gjerë që po ndodh në Bashkimin Evropian për sa i përket integrimit dhe zgjerimit në momentet e luftës Ukrainë-Rusi dhe të përfundimit në qoftë se do të ketë një marrëveshje në fund fare në përfundim të kësaj lufte. Këtu kanë dalë dy, e thonë shumë bukur fjalën në Kosovë, profiter thonë Kosovë, dy përfitus, si Rama dhe Vučić, të cilët mendojnë që në këtë moment që diskutohet për Ukrainën, për përfshirjen e Ukrainës në Bashkimin Evropian, ata mund të shohin mundësinë që të zgjerohet pra hapësira edhe për vendet e tjera të cilat aspirojnë, që kanë hapur negociatat. Megjithatë, qëndrimi i Marta Kos është qëndrimi i vërtet i Komisionit Evropian, që jo 2030, por këtu nuk flasim për asnjë lloj date, për vendet të cilat kanë hapur kanë hapur negociatat, por që kanë probleme të theksuara të funksionimit të demokracisë dhe kapjen e shtetit të së drejtës. Pra, këtu flitet për kapjen e shtetit të së drejtës, mungesën e tu kanë rënë institucionet. Në një vend ku kanë rënë institucionet, jam e sigurt që kancelari Merz apo në fundit edhe Franca, e cila duhet të bënte një referendum për futjen e shteteve, me sa di unë është një ndër shtetet që e ka me referendum,
futjen e shteteve të reja, do të ishte krejtësisht kundër kur flitet për shtetin e të drejtës, në vende të cilat një ministër trajtohet si një qytetar i thjesht, i hiqet imunitetin brenda natës dhe vazhdon procedura në prokurori apo me gjyqësorin. Ndërsa këtu ne kemi është e kundërta, ndodhe kundërta, kemi një kryeministër i cili fatkeqësisht kanos gjyqtarët për ditë, kanos për ditë sistemin e drejtësisë, atë drejtësi të cilën ai e di mirë që kanë harxuar 750 milion euro vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk mund ta lëshojnë në asnjë mënyrë sepse lëshojnë investimin e taks abakuesve evropian dhe amerikan. Për këtë arsye ai di mirë që ata nuk lëshojnë pe. Pra përgjigjja nuk është nga Marta Kos. Ajo është një përgjigje që vjen nga Bashkimi Evropian, nga shtetet anëtare, të cilat nuk duan një shtet i cili dhunon drejtësinë, qytetarët dhe individin dhe lirinë e shprehjes në të njëjtën kohë, që të jetë antar i Bashkimit Evropian. Sikur ajo të jetë edhe thjesht për zonën Schengen, apo edhe për kërkesat e çuditshme. Zonën Schengen, ato janë kërkesa që janë artikuluar nga Bashkimi Evropian, por janë artikuluar për Ukrainën, jo për Shqipërinë. Dhe shoh që dhe Mali i Zi, i cili po mbyll me shpejtësi kapitujt, që na parakaloi. Absolutisht, Mali i Zi nuk do ta ketë të lehtë në kushtet aktuale të krijuara për të bërë pjesë e BE-s, pavarësisht që kemi të bëjmë me një treg prej 600.000 banorësh, i cili mund të absorbohej shumë lehtë nga BE-ja pa asnjë lloj kurrje. Por këtu vjen në pikpyetje vetëm institucionet. Sa mundet institucionet e këtyre vendeve të përballojnë shtetin e së drejtës që zbaton BE-ja? E kuptoj. Burimi? Shiko, nuk di do kemi kohë apo jo, po unë jam më pak naiv, base dhe nga vendi ku flas, jam më shumë realizëm. Shiko, po jap idenë që të pare pastaj po shpjelloj. Çështja nuk luhet ke BE-ja, me njerëz si Rama dhe Vučić, ata nuk pyesin për BE-n. Çështja luhet ke amerikanët. Okej. Dhe pyetja sot, në Shqipëri nuk e bën Juve, unë e bëj nga Parisi, çfarë lloji po luajnë amerikanët. Kjo është. Ata bekin të aftë të bëjnë presion. Po kur shoh që me Serbinë amerikanët po ridhiden me Dodikun. Ka dhe interesa pastaj jemi në situatë lufte, shikohet që mund të ketë armë, municione që shkojnë nga Serbia në Izrael, janë interesa shumë të thella, që deep interesash, domethënë që demokracia ka lënë në plan dytë dhe prandaj edhe bëra eliti që parë një lloj ironie. I poli për Magdo thashimin në Evropë, kjo është problemi se amerikanët sot nuk e mohojnë që përpara demokracisë në botë shikojnë interesat ekonomike. Evropa vazhdon ende të paktën pa me të jashtme çë vlerat. Kështu që kanë frikë shok dhe Porto Romano për shembull, çfarë luhet mbrapa? Çfarë luhet mbrapa? Sepse njëse mbrapa është që Rama jep Porto Romano për amerikanë dhe bindjes së tendrën që nga 300 milion në 700 milion mund të jetë për të një lloj mbështetje. Kujdesni edhe një herë tek këto mekanizma. Fatkesisht nuk është Europa që i frikson këta, as Ramën dhe as Vučićin. Ju kujtohet në 2019-2020, ta priteshin pikërisht ato 10 pikat kushtet e gjermanëve. Kujtohet asaj kohe. Çfarë ndodhi as snon? Që Rama pas një viti do kesh në Francë që vjen ekstremi djathtë në fuqi, sipas 99% sondazheve, që detyrimisht ekstremi djathtë do ta pritëlloj integrimin, Rama thotë shikoni, ma penguan ata. Që nuk luhet ke Evropa. Evropa të bëj presion sigurisht, por Rama nuk i pyet më fare. Rama ka frikë vetëm amerikanët. Dhe unë ndjej pritja të paktën një reagim nga ambasada amerikane në Tiranë, që nuk shkoi asgjë, përkundrazi, pam të besuar në Trumpit, para ambasadoreshën e SBA-ve në Athinë, që vika në Tiranë, një dark kështu, një ustim special. Këto s'pëlqen fare. Por zgjidhje nuk ka, nuk e di, po zot jemi naiv. Për të ardhur ke Marta Kos shprehën kalproje se ka përdorur dje, e ka përdorur pikërisht në Paris në nëndorë, kur zonja Marta Kos zbuloi që Franca është i vetmi vend në Bashkimin Evropian ku integrimi nuk bëhet në gjë tjetër me ratifikimi i integrimit nuk bëhet me parlament, po bëhet me rrugë referendumin. Dhe ty zbuloj ajo dhe kur në Francë deputetët i thanë që shikoni janë të vende nuk kanë standardet tona, ka shumë korrupsion. Në fillim ajo mbrojt, tha shikoni, dini ju sa francezëve se sa Shqipëria tha, është sa Roma tha. Po Malizi di sa është sa Toulouse.
Munduat të fare ta relativizonte peshën e korrupsionit në krahasim me GDP-n e Evropës. Po kur e panë që francezët vazhdonin ishin shumë skeptik, aty nxori edhe shprehjen e famshme që butuar në Le Monde, është butuar në Dorë. Kur tha Ondrim Garan tha në komisionin tha që në Evropë mos ty kali Trojës, pra të kërkuar me Hungarinë. Dhe e përdor prapë sot dhe është presioni gjerman. Dhe ajo që pa ndje deklaratë e guximshme e ambasadës gjermane, pastaj që sudetet holandezët, është pikërisht presioni gjerman son që mishon vlerat. Franca është pak e hersur, që thotë që jo nuk do pranojmë një integrim me çdo kusht me këto vende që nuk respektojnë shtetin e drejtës. Por nga tjetër, shikoni sot Serbinë, po vazhdojnë negociatat. Kjo është e keqe. Prandaj një herë shpëtimin, në fund se kemi nga Evropa, por do kemi nga personi amerikan, po janë amerikanët sot dhe një herë të luajnë në Ballkan vlerat apo interesat. Rama e për të mbyllur. Jo, shumë shkurt, përveç problemeve që kemi me mos plotësimin e kushteve për të qenë antar i Bashkimit Evropian, mendoj për shumë arsye ne i dim nga varfëria dhe shumë situata jo normale që kemi, që nuk i përafrohen në asnjë rast standardeve të Bashkimit Evropian. Kryeministri ka tashmë dhe problemin shumë të madh me sulmin e hapur që ka ndaj sistemit drejtësisë. Dhe deklaratat dhe të ambasadorëve dje të Gjermanisë dhe të Mbretërisë Bashkuar, po ashtu dhe të Hollandës, lidhen pikërisht dhe me këtë moment. Dhe ky është një pengesë shumë e madhe, mendoj unë, për antarësimin BE. Unë nuk besoj dhe nuk mendoj se do ketë një antarësim thjesht për disa interesa, siç është thënë dhe nga vetë BE-ja, për interesa gjeostrategjike. Antarësimi do jetë për shkak të plotësimit të disa kritereve dhe kushteve, të cilat ne si Shqipëri, jo vetëm që nuk i plotësojmë sot, por kam përshtypjen me këtë lloj mënyre qeverisë, me këtë lloj mënyre qasje që ka qeveria, besoj se nuk do t'i plotësojmë dhe për shumë vite në të ardhmen. Okej, kishte një replikë Harxhi të shkurtër? Jo replikë, unë doja të thoja diçka në lidhje me qëndrimin amerikan për sa i përket Shqipërisë në këto momente. Qëndrimi amerikan gjatë këtyre muajve të fundit ka qenë një qëndrim mbrapa kuintave. Që do të thonë mbrapa perdes. Ata po punojnë shumë fort me SPAK-un, është përforcuar numri i asistentëve të prokurorëve nga FBI-a dhe nga Departamenti i Drejtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj që edhe kjo nxitje, ky ndryshim i kursit të SPAK-ut gjatë muajve të fundit është e lidhur me qëndrimin amerikan dhe jo evropian. Unë besoj gjithashtu që Edi Rama nuk pyet për integrimin, është gjë e fundit që ai do të pyeste, madje do të ishte shumë më mirë për të që nuk bëhet, sepse është një kokçarje më pak për të arritur ato kritere të cilat i ka shumë të vështirë një qeveri normale, jo më qeveria aktuale e korruptuar dhe makute e Edi Ramës, por keni parasysh një fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në administratën Trump natyrisht interesin e tyre kryesor për sa i përket ruajtjes sovranitetit të tyre, por edhe situatës e kriminalitetit në Amerikë kanë të lidhur me narkoshtetin. Dhe kjo është diçka që ju thuhet shpeshherë dhe zyrtarëve shqiptar, madje edhe opozitës i është thënë shpeshherë. Pra, kur flitet për narkoshtetin, ata reagojnë menjëherë. Tash në Shqipëri ne e kemi të qartë që Shqipëria është një narkoshtet. Dhe amerikanët e kanë shumë të qartë këtë gjë, sepse në disa nga publikimet e tyre, Departamenti i Shtetit dhe vonë, ata pikërisht e kanë theksuar këtë gjë. Dhe kur vjen fjala tek korrupsioni, apo tek shteti së drejtës, në fundit ata thonë që është detyrë e qytetarëve atij vendi, ne ju ndihmojmë pikërisht nëpërmjet SPAK-ut dhe institucioneve të drejtësisë, por është detyrë e qytetarëve që të ngrihen në fund fare, sepse nuk do vinë amerikanët këtu dhe të luftojnë korrupsionin këtu në Shqipëri. Ndërsa kur vjen fjala për narkoshtetin, është diçka të cilën ata po punojnë fuqishëm. Mungesa e një deklarate të djeshme nga ambasada amerikane natyrisht dhe mua më ka bërë përshtypje. Por duhet kemi parasysh që ambasada amerikane në Tiranë ka afërsisht 1 vit e gjysmë që nuk ka drejtues. Dhe është vetëm në drejtimin e një të ngarkuar me punë. Të ngarkuar me punë. Dhe situata aktuale gjeopolitike është e tillë, duke përfshirë këtu dhe situatën në Iran dhe në kanalin e Hormuzit, në të cilën natyrisht nivelet e larta në Departament Shtetit e kanë të vështirë që të merren me probleme, të kështu që kjo i mbetet zyrtarëve të Departamentit Shtetit të lidhen me përfaqësi diplomatike. Keni parasysh që dhe ambasada amerikane në Prishtinë, pavarësisht krizës që u krijua përpara një jave, nuk pati deklaratë sepse dhe ata kanë mungesë të stafit drejtues faktikisht. Por megjithatë amerikanët vazhdojnë qëndrojnë dhe ata po çmontojnë shtetin
Edi Ramës, këtë që ka krijuar Edi Rama, që është një narkoshtet nga brenda nëpërmjet SPAK-ut dhe sistemit drejtësisë. Dhe Edi Rama shumë shpejt do të jetë i pandehur. Thank you very much. Merci beaucoup për burimin, Rofsh Redi. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.